Ministria në Ministrinë e Ekonomisë Artane Rizvanolli nëpërmjet një postimi në rrjetin e saj social Facebook ka njoftuar se ka ndarë edhe 100.000 euro për ngrotore në qytetit në Gjakov. Mbështetja totale nga Ministria e Ekonomisë për ngrotore në qyteti tashmë ka arritur shifrën rreth 2 milion euro prej funksionalizimit të ngrotorës me kogjenerim dhe biomas në vitin 2021 të realizuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Tutje Ministria Rizvanolli ka bërë të ditur se kjo shumë është shpërndar tek ngrotoria me qëllim të ofrimit të shërbimit sa më të sigurt të ngrohjes me çmim të përballueshëm për qytetarët. Mes tjerash, në postim Ministria Rizvanolli ka shtuar se në ngrotorën e qytetit presin që gjatë muajve të dimrit familjeve t'u ofrohet shërbim sa më i sigurt dhe i përballueshëm në mënyrë që çdo rritje e panevojshme e konsumit të energjisë elektrike të shmangët dhe qytetarëve t'ju garantohet komoditet në këtë periudhë.